Transmetohet me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thash se me i fal 4 rekate namaze vullnetare para namazit të drekës. Dhe 4 rekate sunete pas namazit drekës. Shpërblimi cili ha? Allahu ta mbron trupin tan nga zjarmi i xhenemit. E pyetën pejgamberin Allahun dhe i than pse me fal sunet bashkë këtë kohë. A keni dëshirë me ditë? Atëri i çoni salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi Allahu nga se pasi që dielli lëviz nga zeniti, hapën dyert e qiellit. Hapën dyert e qiellit. Ka shkoa që pranohet edhe duaji. Hapën dyert e qiellit, kam dëshirë tha të afroj vepër të mirë para farzit. Këtë kohë ka në një transmetim që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i fal 4 rekat që nuk i jep selam në ta, ngritën në qiell dhe nuk e pengon që të arrinte Allah. Pra Abdullah ibn Omeri që transmeton, thot në këtë hadith që 4 rekat do me thonë me i fal me një selam, nën kupton që mos më ul fare në ta. 4 rekat mos më ul në ta. Nga se nëse ulmi në ta si që falmi dhe kemi zakon trojmë treve tona i përngjojmë farzit. A kanë ndalu pejgamberi Allah që namazi vullnetar ti përngjoj farzit. Pra nëse i fal 4 rekat para dreke, ka 2 forma. Ose i fal 2 rekat dhe jep selam, pastaj i fal dhe 2 rekat, ose i fal 4 rekat me një selam pa ulje. Kjo suneti pejgamberit Allah. E nëse pas asaj spaku i fal 2 rekat namaz dhe preferohet që thash mu fal në shtëpi. Se namazi në shtëpi shumë fishohet shpërblimi. Spaku di. Po nëse kujdeset që ti fal 4, atëherë ki e shpërblimin që Allahu Azza wa Jall ta ruan trupin tan nga zjarmi i xhenemit. Aisha transmeton dhe thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kalon kur 4 sunete para farzit dhe 4 sunete pas farzit. Pikana i qëtët edhe këto dhe di. Pika i qëtët në hadith dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse donë të kujdeshe për ta, e kanë diskutu dietarë dhe kanë thonë, a mjafton njeri njerë jetë me bon këtë edhe më mbroj nga zjarmi i xhenemit? Kja është një mendim i dietarë. Dhe mos me pasqen një transmetim i Abdullah ibn Omerit dhe unë e kishna thonë ashtu. Mirë, pa Abdullah ibn Omerit thot kush kujdeset dhe vazhdimisht. Pra kush kujdeset që 4 sunete t'i fal para dreke dhe 4 sunete mas dreke, atëherë do të mbroje Allahu Azza wa Jall trupin e tij nga zjarmi i xhenemit. Njëri tha unë asnjë sunet se fali. E ndëgjoj çka thot Ibn Taymija. Ata që nuk falin sunete vullnetare, vazhdimisht po i falin veç farzët, tha ka thonë është fasik që nuk i pranohet dëshmia e tij në shariatin Allah. Kush janë fasik? Ai i cili sunetet nuk i fal. E çka puna ai që si fal farzët? Ai faktikisht i ka thonë vallah dinit Allahut. Për këtë arsye Ibn Taymija thot, ai i cili nuk kujdeset t'i fal sunetet të cilët janë të preferuar, janë të rregullta. Ta në jetën e vet nuk fal sunet, veç farzë, ki njeri shariatin e Allahut tan fasik nuk i pranohet dëshmia. Këtij njeriu nuk i pranohet